Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot në rrjetet sociale pamje nga malësitë e Tepelenës, duke i cilësuar si fantastike. Pamjet fantastike nga malësitë e Tepelenës shprehet kryeministri në postimin e tij, i cili shoqërohet me një video që pasqyron bukuritë natyrore të zonës. Malësitë e Tepelenës janë ndër zonat më të bukura malore të jugut të vendit, të njohura për peizazhet piktoreske dhe potencialin e lartë turistik. Tepelena ndodhet në krahinën e Dervenit në jug të Shqipërisë. Ky qytet përshkohet tejpërtej nga lumi Vjoz dhe kufizohet në pjesën verilindore me malin e Shëndëllisë, në pjesën qendrore me malet e zonës së Kurveleshit, ndërsa më në jug me malin e Golikut, grykën e Meshgoranit, që ndan si me thik vargmalet Shëndëlli, Lunxheri, Bureto dhe Trebeshin, Dhëmbel, Nemërçk. Lumi i Vjosës, nga më të mëdhenjt e Shqipërisë, me degën e Tidrinos, krijon një peizazh madhështor të preferuar nga turistë huaj dhe vendas. Ky qytet është në një pozicion strategjik dhe spektakolar me muret e saj, kapur në anët shkëmbore, kurorzuar nga kalaja e Alipash Tepelenës. Përtej këtij qyteti të vogël, por historikisht interesant, gjenden fshatra me histori, ashtu sikurse dhe malësia e Kurveleshit. Përgjatë një rruge malore të pyllzuar, u mund të shihni edhe ujësjellsin e Aliut në Bënç. Tepelena është një vend banimi i hershëm që lidhet me ndërtimin e një kështjelle në shekullin e 7 të ngritur në këtë pikë strategjike në kryqëzimin e rrugëve të Vjosës, Grykës së Gëlcyrës, Drinosit dhe Mallakastrës. Në vitin 1789, qyteti u udhëhoq nga Alipash Tepelena, e cila ngriti sarajet e tij, të cilët mbeten një nga atraksionet më të vizituara të këtij qyteti. Uji ftohtë në Tepelen nuk është vetëm një destinacion turistik që të drejton drejt jugut të Shqipërisë, por është një aset i traditës, i cili vijon të ngjall kurreshtje për adhuruesit e natyrës dhe turistët. Kultura e Tepelenës është mbreslënse, pasi ajo përmbledh të gjitha trevat që gjenden në të djathtë të luginës së lumit Vjoz dhe krahinën e Labërisë. Turistët vendas dhe të huaj kanë zgjedhur Tepelenën gjithnjë më shumë si destinacionin e tyre turistik. Atraksionet janë lumi i fundit i egër i Europës, mbretëresha e lumenjve Vjosa, kalaja e Alipash Tepelenës, ujësjellsi i Aliut në Bënç, uji i ftohtë, kanionet e ujvares së Nivicës dhe vende të shenjta si xhami, kisha apo teqe.